Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko. Si çdo të premte, takohemi në këtë tryezë të bardhë diskutimi. Çuditërisht jemi veshur të tre personazhet me të bardha edhe për dhënë mesazhe shumë bukura përtej situatës aktuale. Unë dua ta nis këtë takim me një fjalë e cila më ka bërë përshtypje këto kohë në rrjetet sociale, se aty po zhvillohen gjitha ngjarjet në fakt. Një djalë i cili ishte hebre, i rritur nga një gjyshe që i kishte shpëtuar masakrave dhe gjenocidit, thonte se gjysheja i kishte rritur me një fjali, never again ose kur më. Që do të thotë të gjithë ata që përjetuan luftën e dim fare mirë se ç'vraga ka në atë periudhë të luftës, po edhe pas periudhës kur do duhen të shërohen ato plagë të masakrave të ndryshme që ndodhin nëpër botë. Sot unë Luela Meftari dua ta nis këtë Çamiko pikërisht me fjalët never again, kur më, sepse unë një lloj si ai djalë jam rritur nga një gjyshe e cila ka përjetuar masakrat në vitin 1944, më 27 qershor forcat zerviste hynë në Paramithi dhe fillojnë shkatrojnë shtëpi, masakrojnë njerëz. Dhe kjo vajzë 14 vjeçare, gjyshja ime, detyrohet të shohë se si i therin vëllain rreth të 20-tave në sytë e saj. Një plagë që nuk u shërua asnjëherë për të. Nga qershori deri diku rreth vjeshtës janë detyruar që të mund të mbijetojnë sa të munden ata fëmijë që ngelën vetëm pa prindër. Burrat e Paramithis thuajse u vran të gjithë ose ata që kishin mundur të shpëtonin, kishin marrë arratin. Fëmijët e mbetur vetëm, ndoshta me gjyshet, disa me nënat e tyre, u mbyllën në shtëpitë më të mëdha të Paramithis. Dhe një nga këto shtëpi të mëdha ishte shtëpia e gjyshes time, e cila në atë moshë 14 vjeç u detyrua që të kujdesej për fëmijët më të vegjël, për ata që ishin nga 6 muajsh e deri 6 apo 7 vjeç e nuk kishin mundësi të gjenin bukë vetë. Në nëntor e detyrojnë që të lërë shtëpinë e saj me fjali shumë të thjeshta. Shtëpia do digjet, prindrit nuk i keni më, do duhet të shkoni diku. Dhe ata vinë në Shqipëri. Mbijetojnë edhe këtu për të bërë njerëz që rindërtojnë shtëpi, rindërtojnë familje, rrisin fëmijë, rrisin dhe nipër e mbesa si unë dhe të ftuarit që kam sot në Çamiko. Kështu që unë e nis këtë Çamiko me never again, kur më, për të thënë që nuk është gjua më e bukur me cilën mund të ndërtojmë një të ardhme. Askush nga ne nuk do luftë. Edhe Emir Gjuzeli që kam sot në studio, Laurena Kasemi që është era e parë që vjen këtu. Faleminderit fillimisht për ftesën dhe për këtë podcast që po jep zë deri nis Çame, se jo nuk kemi mësuar që të jemi në tilla vende, siç është e drejtë të jetë. Çfarë ka ndodhur në familjen tuaj? Është trashëguar një lloj historie e tillë që çamëria është e bukur përtej kësaj historie të trisht dhe se ne me të gjitha mundësitë që kemi si brez ziri jemi rritur që t'i bëjmë gjërat mirë në paqe me shumë dashuri dhe humanizëm brenda për të ndërtuar një të ardhme po kaq të mirë qoftë edhe me ata që i kanë vrarë gjyshrit tanë. Historia ime dhe familjes time është njësoj si e familjes tënde dhe gjithë, mendoj gjithë të rinjve që janë ky brez me ne, kanë pasur peripecit e tyre gjatë gjithë kohës, por ideja e, sidomos edhe gjyshi thoshte gjithmonë, ne i kemi dashur ata, ne jetoni me ta, ai ngjonte kishte gjithë ato muzikë greke dhe kaseta, i mbaj mend që ne i kemi akoma dhe tregonte historinë se si kërcente me ta. Dhe e dinte shumë mirë gjuhën greke, sepse dhe gjyshi im ka ardhur shumë në moshë të madhe në Shqipëri. Dhe na ka mësuar gjithmonë me pjesën e paqes, me pjesën e vëllazërisë, përtej faktit që ndodhi gjithë ai genocid dhe gjithë ajo masakër. Mendoj se lufta dhe paqja janë rrugët e vetme për të pasur drejtësi. Po paqja pa drejtësi
nga shteti yt është pak absurditet. Normalisht ne mundohemi gjatë gjithë kohës të paqt, të kemi mirëkuptimin me njëri tjetrin, siç ka ndodhur me vallen e Osman Takës, që ai me atë valle dhe me atë bukuri, në mënyrën se si ai kërcente dhe se si e përçonte dhimbjen me atë lloj fluturimi, ku di unë, s'di si ta përshkruaj, sepse është një lloj revolucioni, është një revolucioni, po është revolucion i bukur, është revolucion që ti e fton njeriu që të kuptojë përtej përgjakjes, përtej luftrave, përtej armëve. Po, dhe është një valle të cilën e kemi trashëguar edhe si një mesazh, edhe si një lloj legjende për treguar se e bukura na shpëton. E bukura dhe e mira, në fakt do mund na shpëton. Mendon e mirë se do ja dalim ose do e mundim si Osman Taka një çështje me të bukurën, me atë që është e mira? Fillimisht shumë faleminderit për ftesën. Se erdhe sërish. Është sezoni i 4 tani, ke qenë pjesë e sezonit të parë. Të parë, po. Është kënaqësi të jem përsëri në këtë podcast që realisht ka ngritur shumë zërin e trinjve dhe gjithashtu zërin për çështjen çame dhe mendoj se është shumë e nevojshme që ky podcast të vazhdoj dhe mos të heshti kurrë. Siç e përmendet dhe Laurina, patjetër që gjua paqes është mënyra më e mirë për drejtësinë për çamërinë. Dhe pikërisht ne si të rinj këtë vendosëm të bënim në datë 27 qershor. Ishte krejtësisht spontane një ide e jona për të bashkuar dhe për të bërë një aktivitet në Qafbot, ku menduam nëpërmjet disa balonave të bardha dhe nëpërmjet një flamuri që shkruante "Çamëria është gjallë", të vendosëshim aty ku i tregonim shtetit shqiptar dhe shtetit grek që kjo çështje nuk është harruar dhe duhet vazhdoj të jetojmë me ne. Krejtësisht simbolike, krejtësisht e paqt dhe mendoj se kjo gjë është nevojitur çamorisë ndër vite që të bëhet dhe jo të liej në harres. Për ne është viti i dytë si të rinj që e marrin përsi për këtë iniciativë dhe me të vërtetë që ishte diçka shumë e bukur dhe emocionuese për ne. Shumë e bukur ishte, u shfaq edhe në murin e kryeministrisë, aty ku aktualisht një gjeneratë e re, po tashmë janë bashkuar edhe gjenerata të tjera, po rrëfen një revolt tjetër të politikës që nuk punon për këtë të bukurën, për paqen, për një jetë më të mirë, për popujt që të mund të jetojnë në bashkëtesë ashtu sikurse ka ditur të bëjë gjithmonë shqiptari. Mu bë zemra mal, si thua, dhe isha shumë e lumtur që u shfaq në murin e kryeministrisë ky akt i bukur, kjo vizitë e bukur në Qafbot me ato që rinj që ndizen në emër të atyre shpirtrave që ne kemi lënë aty edhe që nuk i qajmë dot se janë pavarë. Dhe sigurisht ata tullumbacët ose balonat e bardhë që kalonin kufirin edhe shkonin si shpirtrat e atyre njerëzve drejt shtëpive të tyre. Ata që humbën jetën në kufi, si thua, në përpjekje për të mbijetuar, për të shpëtuar luftës. Këto mesazhe shumë të bukura, të gjitha të veshura me të bardhë, dhe prandaj zgjodëm që edhe ne sot vishemi me të bardhë. Për çfarë? Për një politik që nuk ka reaguar, si të duket Laurena, domethënë në këto vite të tranzicionit, se po mendoja 50 vite të diktaturës nuk kemi mundur të flasim publikisht, po brenda shtëpive tona për çamërinë, që me siguri nuk harrohet duke ju pasur juve këtu. E besoj plotësisht që nuk do harrohet, sepse edhe ju do ja trashëgoni fëmijëve tuaj. Po politika çka bër? Politika shqiptare, se unë nuk dua gjithmonë të bëj me faj vetëm një anë, pra atë anë palën tjetër, palën greke. Po disa gjëra vinë sepse edhe një tango realizohet bukur vetëm nëse janë dy vetë që e kërcejnë atë.
Kështu që dua ta nis edhe me heshtjen e politikës shqiptare, edhe vetë çka kanë bërë Çamët, edhe vetë ai kryeministri që shqiptarët detyrohen ta vendosin atë video në murin e kryeministrisë. Ndoshta jo individi, po ama institucione. Është për të ardhur keq që ndër vite politika shqiptare pothuajse ka harruar fare çështjen Çame. Mendoj që vitet e fundit është kujtuar vetëm nga persona të caktuar që e bëjnë me pasion këtë gjë dhe jo nga ata të cilët e kanë detyrë ta bëjnë këtë gjë. Prej vitesh ne kemi 2 vite që kemi marrë këtë nisëm për të shkuar në qafë botë dhe për të qenë aty për ta përjetuar në thonjza se është e pamundur të përjetosh atë gjë që kanë përjetuar të parë tanë, po të paktën e dim se ku kanë ecur dhe ku kanë kaluar dhe dhe ne si të rinj, jo vetëm unë, kemi ftuar gjithmonë që të vinë aty për ta kuptuar këtë gjë. Por fatkeqësia është politika jon sa vjen dhe ka një frikë, ndoshta, një hezitim të madh për të qenë aty dhe për të thënë edhe ata 2 fjalë ose për t'i përkujtuar, për mos bërë asgjë tjetër, thjesht për t'i kujtuar dhe për të thënë që po kjo gjëja ka ndodhur, kanë humbur kaq shumë jetë njerëzish, ka pasur kaq shumë vuajtje kjo popullsi e të gjitha me radhë. Ka pasur edhe nga tanët, fatkeqësisht që këtë gjë nuk e kanë shfrytzuar më së miri kur kanë pasur mundësi për ta shfrytzuar, për ta ngritur çështjen Çame dhe për ta vendosur. Ne shumë mirë dim që në librat e shkollave sa vjen edhe ne jemi si më vjen keq ta them si një minoritet i cili thuhet thjesht me një fjali dhe jo me mendoj se duhet kishte një kapitull të tërë për të thënë gjithë historinë dhe gjithë peripecitë që ky popull ka kaluar. Ne kemi akoma ligjin e luftës. Ligji i luftës, ta kesh ligjin e luftës me një vend fqinj që ti ke një partneritet për çdo gjë tjetër është absurde. Dhe ti si politik nuk ke zërin për ta hequr këtë ligj lufte është akoma më absurde. Ti shkon dhe i takon sikur s'ka asgjë në mes, sikur këta njerëz nuk kanë ekzistuar ndonjëherë dhe këta njerëz nuk kanë vuajtur ndonjëherë. Është diçka që unë mendoj që edhe shpresoj që ne të rinjt me kalimin e kohës të fillojmë dhe ta ngrim pak më shumë zërin, duke shkuar edhe në instancat kryesore, duke folur ndoshta me ambasadat, ndoshta me vetë kryeministrin që ironizon të tilla gjëra kur ne i shfaqim në shesh, kur ne i shpalosim, kur dalim me bluzën Çamëria aty, ka filluar dhe na ironizon. Ka djem aty që veshin bluzën Çamëria dhe ai thot ka veshur këtë gjë, po flet për diçka tjetër. Ne mbi gjitha jemi shqiptar, jemi Çam dhe për këtë gjë na duhet të flasim, sepse të tjerët nuk po flasin për ne. Që kur je bërë pjesë e këtyre pelegrinazheve për të nderuar të parët e tu? Pelegrinazhet kanë nisur që kur unë kam qenë shumë i vogël, dhe gjithmonë ka qenë emocion që unë tisha të këto pelegrinazhe, por fatkeqësisht unë bë disa vite tashmë që këto pelegrinazhe mbarojnë tek varrezat monumentale në Klogjër, gjë që për mua nuk ka më kuptim, pasi ne aty nuk mund të përcjellim mesazhin që duam ne si Çam përcjellim, dhe prandaj pikërisht dhe videoja u transmetua më pas direkt në kryeministri për t'i dhënë akoma më shumë zë dhe për t'i treguar shtetit shqiptar që nuk duhet heshti më për çështjen Çame. Sepse tash kryeministri kur në fillim me të tij kur ka ardhur në pushtet, ka ardhur me një pasion shumë të madh për ta futur çështjen Çame në agjendë dhe gjithashtu ka qenë pjesë e një kongresi që është bërë për Çamërinë, por që pas atij kongresi nuk ka marrë asnjë veprim kundrejt çështjes Çame dhe gjithashtu dhe ligjit luftës që sapo përmendëm. Ligji i luftës për mua është një instrument që mban pikërisht këtë çështje pezull dhe bllokon pronat
e shqiptarëve në çamëri dhe drejtën e tyre për t'i gëzuar ato dhe gjithashtu është një pengesë në kufi për të parët tanë për të kaluar kufirin dhe për të vizituar shtëpitë e tyre të paktën. Kështu që mesazhi jon këtë vit ishte shumë i fortë dhe unë personalisht kam marrë një emocion shumë të madh me pasi u transmetua kjo video, shumë komente pozitive, mbështetëse dhe një koment që më ka bërë shumë përshtypje, ka qenë komenti i një djali që në protest ka qenë çdo ditë dhe çdo ditë ka valvitur flamurin. Komenti i tij ishte që kur mori fjalën për të folur në protest, ai filloi duke qarë pasi pa videon. Dhe thjesht mori flamurin dhe filloi duke valvitur. Edhe kjo për mua ishte një mision i përmbushur, le të themi. Po, një mision i përmbushur që unë dua ta përcjell tani edhe për shikuesit e Çamiko dhe rikthehemi me një pyetje tjetër. Mirë shqiptarët, edhe pala shqiptare, qeveria, politika, ato që janë pjesë marrëveshjeve dhe kompromiseve e mbeten peng në histori të shkuara, po pala greke si po e shkruan tashmë këtë ngjarje. E ndiqni dhe rikthehemi sërish në studio. Rrugë të botën shojnë të ti, zhurë të tua s'mojnë me shi. A jeti vëndike jeme, a jeti o a jeti, malja mu të merëm, për shdo dite, për shdo nët. Zemre si premtova, veç pak po shkoj e kthena prap. Qka prekam kujton ty edhe ra fryn nga dal. Qdo natë nëndër m'del pa fjall, po syte tu flasin pa nal. Zemra do me thiru prap, po krenaria po rrin mur. Je larg, po je kudo, edhe nëndra s'pom shon kur. Po e si vet në përkujtime, qdo se për rrugë i ajo dhe a je mirë, am ke haru. A du na her, kujtove po e si vet në përkujtime, qdo se rrugë i ajo dhe a je mirë, am ke haru. A du na her, kujtove edhe rrugë të botën s'qojnë të ti, zhurë të tua s'moj me ushi. A jeti vend lindje jeme, a jeti o a jeti, mali e muton verën, për çdo ditë e për çdo natë. Zemre si premtova, veç pak po shkoj e kthena prap. Duhet të shtoj diçka pas fjalëve të Laurinës. Ne si të rinj, si Çamiko Roots, gjithashtu para aktivitetit të Closure-it, kemi dërguar një email zyrtar tek të gjithë deputetët e Republikës Shqipërisë për të bërë pjesë e datës 27 qershor për të nderuar viktimat e rënë pjesë e genocidit grek. Fatkeqësisht në këtë aktivitet që zhvillua në Varrezat në Closure, kanë ardhur vetëm 3 deputet. Dhe për ne si të rinj kjo ishte një gjë shumë shkënjyese nga politika shqiptare, ku në një ditë që është një ditë kombëtare e njohur nga Parlamenti Shqiptar si ditë kombëtare e genocidit, aty vijnë vetëm 3 deputet për të përfaqësuar Parlamentin Shqiptar. Për mua kjo është diçka shumë, mund të them dhe një turp e politikës shqiptare. Se edhe heshtja vretë, dhe për këtë bjem dakord të gjithë, edhe gjithë kjo heshtje madhe gjatë komunizmit ka bërë jo pak dëme, mund të kishte avancuar dialogu mes Shqipërisë si thua edhe Greqisë për çështjen Çame, për kapitujt e çështjes Çame, edhe për gjithë shqetësimet që ne kemi ose si thua për ato amanete që na kanë lënë. Por çfarë ndodh sot me palën greke, pra si shihet kjo ngjarje? Dhe dua ta lidh fillimisht me videon, edhe dua të mbetem tek video e mirë. Si ndihesh në momentin kur
nuk po themi për historianët se si e shkruajnë historinë, po me njëherë pas ngjarjes merr komente edhe të këtij lloji të një djali që preket në protestë dhe valvit flamurin, një lloj si të kishte të shkruar aty edhe Çamëria në anën tjetër të flamurit shqiptar. Dhe nga ana tjetër të nesërmen do duhet të shohësh portalet greke kryesisht, nuk po them mediat, po portalet që në këtë rast janë sërish pjesë e botës mediatike, ju citojnë si ekstremist, tani cili është akti më ekstremist që keni bërë ju aty, edhe sa keq të vjen, domethënë që i gjithë kjo çështje trajtohet kështu me propagandë, me hakmarrje, ndërkohë që ne japim vetëm mesazhe. Se ti më tregove ndjesinë e bukur të atij që valvit flamurin, po dua të di edhe se si ndihet një njeri kur përpiqet me shumë paqe të jap një mesazh dhe pastaj merr mesazhe të tjera mbrapsht. Po, faleminderit që e ceki këtë temë. Për mua ka qenë një keqardhje, shikoja që për të viti 2 të radhazi, që një portal grek na etiketon ne si ekstremist dhe provokator. Ndërkohë që aty nuk ishte asnjë akt ekstremist ose provokimi përveç se një mesazh i paqe dhe një mesazh për një fqinjësi sa më të mirë dhe të shëndetshme midis dy shteteve. Nuk mund të jesh ekstremist me një flamur që flet për një krahin, nuk mund të jesh ekstremist për disa balona që thjesht ngrihen në ajër dhe kalojnë kufirin. Për mua kjo nuk të bën as pak ekstremist. Nga ana tjetër më vjen shumë keq dhe për komentet që kam lexuar tek portali, pasi shikoja që shumë shtetas grek në gjuhë urrëtie flisnin për Çamërinë dhe për Çamët. Ndërkohë që nuk shikoj asnjë koment nga Çamët që të flitet në gjuhë urrëtie për Greqinë apo për shtetasit grek, përveç se të kërkojmë të drejtën tonë që na është mohuar dhe komplet mesazhe paqësore kundrejt palës tjetër. Po, unë kam thënë shpesh se si mund të ishte trajtuar kjo situatë, mos shkonin në masakra, një shtet demokratik, edhe nëse akuzon një 5 apo 50 njerëz për bashkëpunimin me një armik apo me një armik tjetër, zakonisht një shtet demokratik bën një gjyq edhe dënon këta individët. Tani, unë kaq nuk e kuptoj se si një shtet ku ka lindur demokracia ose ku anatemohet demokracia siç është Greqia, të mund të dënoj dhe të dëboj djemë dhe vajza gjyshritan të cilët kanë qenë fëmijë në atë kohë dhe pastaj t'i privoj për 82 vjet. Po një djalë 5 vjeçar nuk mund të jetë bashkëpunëtor i asnjë agjenture të huaj. Dhe një djalë 5 vjeçar nuk ka pse të vuaj edhe të shoh nënën që digjet, si Fadil Nuri. Një gjyshe si imja nuk mundet të jetë bashkëpunëtore dhe të shoh vëllain t'i priten këmbë duar, dhe pastaj për 82 vjetë etiketohet sërish si bashkëpunëtore. Për mua, ata nuk janë kriminal lufte, ata janë disa fëmijë që u dëbuan nga shtëpitë e tyre, mezi mbijetuan rrugëve, disa prej të cilëve humbën jetën, dhe nuk besoj që ka ndonjë politika apo propagandë greke, qoftë edhe politikan shqiptar, më besoni, që të më thotë që rrëfimet e gjyshes time janë gënjeshtra, sepse historia e ka treguar, edhe gjithë bota në fakt e ka treguar që politikanët gënjejnë më shumë se sa njerëzit që i kanë përjetuar vërtet luftrat. Si ishe këto trajtimet e palës greke edhe nga se ka frikë Greqia, mendon. Do me thënë, pse neve nuk mundet të hapim këtë debat dhe pse propaganda greke vijon të ketë të njëjtat tone hakmarrëse. E kemi vënë re ndër vite këtë mungesë reciprociteti në çdo vizitë që kemi bërë ne në shtetin grek dhe shteti grek ka bërë te ne, dhe unë mendoj se mund të jenë tre gjëra kryesore ku shteti grek nuk
nuk e njeh genocidin apo pjesën e luftës. Një nga këto mund të ishte frika juridike dhe financiare, sepse në momentin që ai do njihte genocidin që është bërë në 1944, atëherë do duhej të kthente gjithë tokat e çamëve dhe do duhej që të kishte një humbje të madhe ekonomike. Një pikë tjetër që mendoj që është edhe pjesa e homogenitetit. Ata e kanë këtë mitin e homogenitetit dhe gjithmonë kanë pas të narrativën që aty nuk ka jetuar askush tjetër përveç se grekëve. Dhe kjo gjë do binte dhe do dilnin në thonjza gënjeshtar, jo në thonjza në fakt, po gënjeshtar, dhe ata nuk mund ta pranojnë këtë gjë. Nuk e pranojnë se do kishin bërë edhe këtë analizën gjenetike që po fillojnë ta bëjnë gjithë shtetet. Po, dhe mendoj se ata do dalin më çam se ne nëse do. Dhe një pjesë tjetër mund të ishte edhe ndërgjegja e fajit. Ata janë hequr gjithë këto vite si ata që cilët janë tradhtuar, nuk kanë bërë asgjë, janë të pafajshëm. Dhe nëse do njihej genocidi, kjo gjë do binte. Nuk do ishin ata vulnerabli, do dilnim ne. Kështu që mendoj se gjitha këto bëjnë një propagandë për të kundërtën, kështu që nuk mendoj se do donin që të gjitha këto pika të realizoheshin, të gjitha këto shtylla që i mendoj unë. Dhe mendoj se do ishte shumë e vështirë që të pranohej nga ana e tyre. Po, por jo se dua ta hedh poshtë, po dua të ofroj edhe një këndvështrim tjetër. Në rastin e pronave dhe asaj që të dëmshpërblimin financiar, praktikisht tokat e çamëve, flasim për Margulliçin, janë të gjitha rënoja. Janë të gjitha rënoja. Nëse flasim për Igumenicën, po themi pjesa e Grigohorit, janë të gjitha të lëna në arres. Ajo që është ndërtuar tani është një Igumenicë e re poshtë në det, po që pak ka nga ajo çamëria jonë. Në Paramethi shtëpit janë thuajse të harruara të çamëve. Ata do të mund të ndërtonin. Ata do të mund të investonin aty. Mirë, po çfarë kanë bërë? Ata e din fare mirë që ato shtëpi nuk janë të tyret. Po. Dhe ata as nuk mund të investojnë dhe as nuk mund të ndërtojnë aty. Për ta është lënë në harres kjo çështje. Kanë mundur ta shtyjnë 82 vjet. Megjithatë disa zëra më kanë thënë që ata mbledhin qera sociale për ata që jetojnë aty, duke i futur në thesar të shtetit, që as në krizën më të madhe të Greqisë nuk kanë mundur ta prekin atë thesar, sepse ndoshta një ditë kjo çështje do të hapet. Kjo është shpresa që mbaj unë në lidhje me tokat. Pjesa e dytë e asaj çka do dalin grek apo nuk do dalin, që ishte pika jote e dytë, mendoj që po, ata e kanë një lloj frike, një lloj hezitimi, edhe për shkak se nuk po bëjnë këtë që po bëjnë gjithë shtetet aktualisht, pra testin e gjenetikës. Pika e tretë e jotja ishte ndërgjegja e fajit. Ndërgjegja e fajit. Po, Macron ka kërkuar falje kohët e fundit për një nga masakrat që është bërë nga shteti i tij. Po them që ka gjithmonë shtigje për t'i biseduar disa gjëra, dhe është mirë që ne të bisedojmë në mënyrë diplomatike me Greqinë. Dhe unë i dash këto shembuj për të thënë që Greqia mund ta bëjë kështu. Mund ta bëjë kështu dhe shpresoj që ta dëgjoj. Unë e di që e dëgjojnë çamë kom. Prandaj po i them këto gjëra. Si për ligjin e luftës, si për, domethënë, mund të hedhin hije dhe ta shkruajnë historinë si të duan, edhe thonë që ligji i luftës e ta lidhin me çamët, po nuk ka lidhje me çamët fare. Nuk ka lidhje me çamët, ashtu sikurse çamët nuk kanë kërkuar kurrë që të hedhin poshtë kujdeun kufit e 1912-s. Ato krah që janë prerë Shqipërisë në konferencën e Londrës, ne e dimë cilat janë kufit tanë zyrtar, nuk është se duam të zjerohemi në det siç duan disa, pra të marrin dhe detin. Çamët nuk kanë kërkuar asnjëherë ndryshim kufish. Ose së paku, unë nuk njoh asnjë çam që kërkon ndryshim kufish, kërkon luftë apo kërkon një lloj hakmarrje ndaj kësaj që ndodhi. Di vetëm që gjyshja ime kujton shoqen e vet 10 vjeç greke,
edhe thot e humba ditë që humba shtëpinë. Kështu që a njeti e mirë një një çam që kërkon ndryshim kufish, pra a kemi ne mes nesh një qoftë edhe një individ i cili flet me tonë të ashpra si ata që flasin në portalet greke për një, si thua, pelegrinazh të paqet që bën ju? Në djenin time nuk ka një çam që kërkon ndryshime kufish, këto janë pastaj procedura shumë të ndërlikuar dhe patjetër që jo, nuk i kërkojmë, ne thjesht kërkojmë dinjitetin e çamërisë, dinjitetin e çamëve, një falje publike ashtu. një falje e shtetit grek për këtë genocid, dhe kërkojmë që të parët tanë të kenë mundësinë të vizitojnë vendin ku kanë lindur, sepse i është mohuar kjo e drejtë. Kërkojmë që të kemi drejt pronësie, por nuk kërkojmë që ndryshojmë kufijt apo. Çështja e pronësisë është shumë e bukur, sepse shteti grek praktikisht nuk lejon ata fëmijë të dikurshëm që kanë jetuar aty, pra 90 vjeçarët e sotëm, nuk i pajis me certifikatat e lindjes. Pra kur gjyshës time i thon ku ke lindur, dhe ajo thot në Grikohor apo në Paramithi, i kërkohet një certifikat, shko në vendin ku ke lindur edhe merre këtë dokumentin e lindjes. Pra, që në fillim ata të mohojnë identitetin. E dyta, nëse ata do të lëshonin, pra nëse Greqia do të lëshonte një certifikat, e di fare mirë që disa dokumenta të cilat unë i kam këtu, të tokave të gjyshërve të mi, do duhet i kërkoja. Pra, nëse do duhet të hap një proces gjyqësor dhe të kërkoj pronat, më duhet patjetër një dokument, një certifikat. Dhe vetmja mundësi që kanë ato për ta penguar këtë të drejtë, sigurisht e bëjnë duke mos lejuar që ata të kenë certifikata. Ne unë nuk e di sa keti dokumente pronash? Dokumente pronash tjetër po. Okay. Unë personalisht jo, por ja kaq le të themi. Se unë jam përpjekur të gjej një certifikat të gjyshës time dhe kam luftuar me çdo kusht edhe me avokat grek në Greqi që ta gjej këtë certifikatën. Dhe shteti grek ka një përgjigje që dokumentet janë djegur nga lufta. Një lloj siç ka të njëjtë përgjigje për arkivat që nuk i hap, sepse arkivat janë në rikonstruksion her pas here. Nga çdo studiuesi huaj që ka shkuar aty, nuk ka mundur ty. Dhe justifikimi i tyre është që dokumentet janë djegur nga lufta. Ama ata lëshojnë një dokument, një dëshmi penaliteti, ku tregohet se në 14 vjet që ky individ me emër dhe mbiemër ka jetuar në Greqi, në Paramithi për shembull, është i padënuar nga gjykatat. Tani ajo që më bën përshtypje mua është se si mund ta trajtosh një individ edhe si armik dhe nga ana tjetër të lëshosh një dëshmi penaliteti ku ky individ nuk ka vuajtur asnjëherë një dënim në shtetin grek sa kohë ka jetuar aty. Që Greqia duhet të ndaj mendjen. O këta njerëz duhet i trajtoj si individ të rrezikshëm që nuk mund të hyjnë në Greqi apo që kanë bërë krime më herët, ose mos lëshoj të tilla dokumente ku ata janë të pafajshëm. Tani ajo që besoj unë është që gjyshrit e mi 5 vjeç, 7, 14 e 16 nuk janë të fajshëm. Edhe nuk e di domethënë. Gjithashtu një absurditet tjetër është që pikërisht ta individ ku më përpara kam pasur një pasaportë shqiptare, s'kan mundur të kalojnë kufirin. Nga ana tjetër, ka shumë nga gjyshit tanë që dhe prej fatit ose dëshirës mirë për të pasur një pasaportë tjetër, kanë arritur të marrë një pasaportë tjetër të Bashkimit Evropian ose të amerikane, dhe pikërisht po prap këto individ kanë kaluar kufirin nëpërmjet këtyre pasaportave të tjera. Të huaja. Kjo është diçka me dy standarde dhe është pak absurde. Është shumë absurde, shumë gjëra i ka me dy standarde. Po çfarë keni u çamërin sot? Fatkesisht unë 2 gjyshërit i kam humbur dhe tani kam vetëm gjysha.
Gjyqa ime ka mundur të shkojnë në çamëri, sepse kur ka ardhur në fillim i kanë ndjekur dokumentat dhe tani rezulton si kur ka lindur në Elbasan, pa ja ka ndryshuar vendlindjen dhe ajo mundi të kaloj kufirin. Po mendoj se çamëria është, siç është për gjyshen time, mendoj edhe për ne rinin është dhimbje shpirtit. Sado që kushdo që ka shkuar atje dhe i ka parë ato vende, qoftë çam dhe jo çam, sa po vinë dhe na takojnë, thonë që është mrekulli, prandaj e kanë marrë. Është shumë i bukur çamëria. Si është? Një vend i bekuar. Aty e ka gjetur deti. Tani ti ku do jetoje, në Paramiti do jetoje? Ja. Se unë kam pasur fatin që të kem një pjesë të gjyshërve nga Grigohori, pra afër në Igumenic edhe në Paramiti. Me thënë të drejtën, nuk do jetoja dot as 2 ditë në Paramiti, sepse mua më mbushën syt me lot edhe të shoh atë shkollën. Aq sa kam dëgjuar, domethënë, burra të varur në Çengela në shkollë. Me të thënë të drejtën, unë kam një lloj brenge, nuk do kthehesha dot kurrë aty. Edhe e mbaj mend udhëtimin tim në Çambëri, kam qenë shumë e gëzuar në të gjitha vendet, në Parga, në Vol, nga do ku kam shkuar. Nuk kam shkuar në Margëlliç se aty të arreston policia, thonë. Se s'ka, domethënë nuk shkon njeri aty lart në Margëlliç në ato rënoja, pa një arsye dhe pa një breng. Vetëm aty nuk kam mundur të shkoj. Po gjithë rrugës time unë isha shumë e gëzuar në Çambëri. Dhe kur kam britur në Paramiti, jam ulur në atë kafen e vjetër me fotografi të vjetra dhe kam parë fëmijët që shkonin drejt shkollës. Dhe është në një anë kulla, në një anë shkolla. Edhe ishte rrugica. Në fakt, isha shumë e gëzuar që isha në ato rrugica. Po kur pa shkollën në një anë, jam trishtuar shumë edhe me thënë drejtën më jam mbushur syt me lot, pata një lloj ankthi, duke menduar që po këta fëmijë e din që dikur aty janë varë burrat e Çamërisë në Çengela edhe duke shin trupat e tyre sikur do e shisnin mishin. Do të thënë thjesht kjo ndjesia mua nuk më bën të shkoj ose të jetoj në Paramiti. Por ama Grigohorin, Igumenicën e çmoj shumë. Domethënë do më pëlqente shumë që disa ditë të jetës time të jetoja në ato vende dhe me ato ullinj. Për mua është pak e shumë një situatë. Se ti je nga Paramitia. Unë kam një gjysh nga Paramitia, pastaj një pjesë tjetër kam nga Margëlliçi. Po të dyja vendet me problematika i pasi. Do që të shkosh, i ke policin nga mbrapa. Unë kam qenë të dyja vendet, edhe Margëlliç dhe Paramiti, po normalisht s'do jetoja aty, pavarësisht se kam arritur gjë dhe shtëpitë të parëve. Nuk mendoj se, domethënë, ajo mbushja me emocion që ndodh aty është diçka që do të tri aty dhe aq për ta përjetuar. Normalisht që e kam shiu dhe unë komplet udhëtimin tim Çamëri në vendet bregdetare dhe mendoj që janë shumë bukura dhe aty mund të ishin shumë përshtatshme për të jetuar. Po për mua Çamëria është një pjesë e identitetit tim dhe pa të, domethënë, unë s'mund të jem ky që jam. Është shumë e bukur. Ne ta mbyllim me këtë me Çamërinë dhe ne s'mund të jemi ndryshe. Dhe nuk besoj që do ndryshojmë, jemi rritur kështu e do ta kemi gjithmonë këtë Çamërinë tonë, një lloj identiteti, një lloj, duket sikur lindi me këtë dashuri. Domethënë jemi mësuar që në fillim që ta shohim jo vetëm si çështje politike, por ta shohim jo vetëm si gjenocid, por ta shohim edhe të bukur. Kjo është si një medalje që kemi të varur, si një lloj amaneti që na e kanë trashëguar, edhe për të na treguar dy anë të historisë së Çamërisë. Dhe dua ta mbyll këtë Çamiko me falënderimin që ishit pjesë e studios, më falni që unë fola shumë. Po mu duk sikur isha pjesë e juaja edhe duhet i thoja këto gjëra, duhet
do vetëm desha da unë të toja disa gjëra për çamërinë time. Në fakt, unë du të bëj një mesazh si përmbyllës, ti patjetër që je pjesë e jona, por nëpërmjet këtij podcasti dua që transmetoj një mesazh dhe për gjithë rinjt që pse jo, dhe ata të bëjnë pjesë e këtij podcasti dhe të tregojnë eksperiencat e tyre, ndjesitë e tyre për çamërinë, por gjithashtu t'i bashkohen iniciativës tonë. Po, është më e rëndësishme t'i bashkohet iniciativave se sa patjetër. Çamiko Roots është tashmë një le të them një organizim i vogël të rinj që po bën aktivitete që dhe politika nuk ka arritur t'i bëjë gjithë këto vite dhe po bën një punë të mirë duke bashkuar të rinj. I bashkohem pa diskutim kësaj thirrjeje. Madje më shumë se sa për podcastin, letë mos vinë fare në podcast, do i kërkoj unë kur është mundësia që t'i bëj pjesë të podcastit, po shumë e rëndësishme që të bëhen pjesë e terrenit, e atyre iniciativave që ju i keni me shumë zemër, se cili nga ne ka punët e veta, të dy jeni në punë, por nuk e harroni asnjëherë që një ditë leje apo 5 ditë leje t'ja kushtoni edhe të mos shkoni në plazh ndoshta si gjithë të rinjt, po t'ja kushtoni çamërisë. Secili nga ne ka një punë tjetër, ka angazhime edhe në familje. Kemi angazhime, por asnjëherë nuk e kemi lënë çamërinë. Edhe dua ta mbyll këtë Çamiko, jo vetëm me thirrjen për të bërë pjesë e aktiviteteve dhe e sfidave në terren. Unë kam një armë që është podcasti dhe është fjala, dhe dua ta mbyll me një fjalë po për çamërinë si shtëpinë time. Në shtëpinë e tjetrit nuk bën rehat, ose në shtëpinë e tjetrit nuk flen gjumë mirë. Edhe besoj që Greqia këtë e di, ndaj ka lënë ato shtëpi të rënuara, një lloj si shpirtrat e atyre fëmijëve që sot janë gjyshër edhe që vjojnë të qajnë me ata lot që i bjen edhe janë akoma gjak i atyre që kanë humbur dhe kanë lënë aty. Kështu që shtëpia e tjetrit nuk është asnjëherë e rehatshme. Edhe sado që njerëzit të vendosin, sado që historianët të shkruajnë historinë, sado që të fortët të nënshkruajnë akte e të bëjnë kompromise me fatet e njerëzve, njeriu vendos, por Zoti zhvendos. Edhe me këtë ju them mirupafshim edhe për këtë Çamiko. Jemi të premten tjetër në orën 20:00.